Shohet se vrau një çift 32 vite më parë për t'i grabitur pensionin bie në pranga 86 vjeçari. Një 86 vjeçar është arrestuar në lidhje me vrasjen e një çifti, të cilët u gjetën të vdekur me plag nga armëzjari në fermën e tyre 32 vite më parë, sipas The Sun. Harry Toz, 64 vjeç, dhe Megan Toz, 67 vjeç, u vranë në fermën e tyre në Wales 32 vite më parë, ndërsa të dy u qelluan për vdekje nga afër me një pushk gjahu. Pas vrasjes, dikush tentoi të fshet trupat e tyre në stallën e lopëve të pronës, duke i mbuluar me një batanie, ndërsa ky arrestim është padyshim një zhvillim i rëndësishëm në hetim. Hetimet tona janë ende në vazhdim. Kjo çështje ka prekur shumë njerëz gjatë këtyre viteve dhe synimi ynë është të gjejmë përgjigje për pyetjet që mbetën ende pa përgjigje lidhur me vdekjen e tyre. Edhe pas më shumë se 30 vitesh, edhe pas gjithë këtij kalimi kohe u bë thirrje kujdo që ka ndonjë informacion për vrasjet të dalë përpara dhe të flas me policinë, deklaroi një antar i policisë. Çifti kishte dalë nga shtëpia e tyre për të tërhequr pensionin mëngjesin e ditës së vrasjes, ndërsa rreth orës 13:30 fqinjët dëgjuan dy të shtëna, por shërbimet emergjente nuk u njoftuan pasi zhurma u konsiderua e zakonshme për fermën. Krimi u zbulua vetëm pasi vajza e tyre i telefonoi, por ata nuk hapën telefonin dhe ajo mbeti pa përgjigje më pas dhe alarmin. Jonathan Jones, i dashur i vajzës së çiftit Toz, fillimisht u dënua për vrasjen e tyre në vitin 1995. Gjurmët e gishtrinjve të tij u gjetën në një nga filxhanët e çajit mbi tavolinë, duke bërë që hetuesit besonin se ai ishte përgjegjës për vrasjen tronditse. Ai kishte pasur probleme financiare dhe u pretendua se ai kishte vrarë viktimat për të përfituar pagesën e sigurimit të jetës prej 150.000 poundësh. Megjithatë, dënimi u rrësua një vit më vonë dhe ai u lirua pas apelimit në vitin 1996. Rasti mbeti një nga vrasjet më famkeqe të pazgjedhura në Wales.